Qarku i Shkodrës vijon ende të jetë një nga zonat më të nxehta sa i takon kultivimit të kanabisit dhe në këtë sezon, blut kanë arritur që të zbulojnë disa parcela me afro 6.000 bimë dhe fidan kanabis. Ka qenë operacioni koduar koordinata që ka çuar në gjetjen e parcelave ku janë angazhuar forcat të shumta policore, nga toka dhe ajri me dron dhe patrulla në terren. Sipas policisë janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim krimi, 2 inspektorë të mjedisit dhe 5 kryetarë të fshatrave ku ishin kultivuar bimet dhe fidanët. Ndërkohë është shpallur në kërkim një person i dyshuar si autori i kultivimit me më shumë se 2.000 rrojnë kanabis, të cilat u zbuluan para pak ditësh në fshatin Vik Mnel. Kryesisht kontrollit janë ushtruar në zonat e thella malore si në Pult, Shal dhe Shosh, në Vaun e Dejës e të tjerë. Edhe policia e Tiranës ka arritur që të zbulojë në fshatin Zgërdesh të Krujës 11 parcela në të cilat ishin kultivuar 591 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Pas këtij operacioni blut arrestuan 3 persona, 2 prej tyre vëllezër. Në pranga përfunduan Kasriot Bazia Murat dhe Emiliano Seferi. Nga pamjet e siguruara nga policia, duke qartë se droni ka arritur që të filmoj edhe autori që lëvizi në parcelat e kultivuara.